Disa dashuri ruhen në heshtje. Blerando jep fund beqarisë dhe martohet në intimitet. Lajme të bukura vijnë nga këngëtari i njohur dhe finalisti Big Brother VIP Kosova 2, Blerando. Krejtësisht larg syrit të publikut, ai ka dhënë fund beqarisë duke kurorëzuar dashurinë e tij me martesë. Vajza që ja ka rrëmbyer zemrën është sipërmarrësja Lena Krasniqi. Çifti ka zgjedhur që këtë moment të rëndësishëm ta mbajë privat, duke e realizuar ceremoninë në një ambient intim. Sipas burimeve, martesa është celebruar në komunën e Prishtinës nga kryebashkiaku Përparim Rama. Edhe pse marrëdhënia e tyre ka qenë e përfolur prej kohësh në rrjetet sociale, dyshja ka preferuar ta mbajë larg syrit të publikut deri në momentin e kurorëzimit. Megjithatë, vetë Blerando ka konfirmuar lajmin në mënyrën e tij, duke publikuar një foto krah partneres nga Toskana e Italisë. Disa dashuri ruhen në heshtje. Sot është momenti ynë, ka shkruar artisti krahas postimit. Kjo ishte vetmi aludim që ai bëri për publikun, duke konfirmuar se pas muajsh spekulimesh, ai më në fund e kishte vulosur lidhjen e tyre me martesë. Blerando u bë i njohur për publikun shqiptar pas pjesëmarrjes në sezonin e dytë të Big Brother VIP Kosova 2, ku arriti deri në finale dhe fitoi një numër të madh fansash. Pjesëmarrja e tij në këtë format e ngriti profilin e tij artistik dhe e bëri një nga emrat më të pëlqyer të estradës shqiptare, veçanërisht tek publiku i ri. Paralelisht me famën televizive, ai ka vijuar të punojë edhe në projekte muzikore të reja, duke lansuar këngë që janë pritur mirë nga ndjekësit. Ky është një kapitull i ri në jetën e tij personale dhe çifti tashmë ka përfunduar të gjitha ceremonitë, duke zyrtarizuar lidhjen e tyre si burrë dhe grua. Mbetet të shihet nëse do të ndajnë më shumë momente nga kjo ngjarje e rëndësishme apo do të vazhdojnë ta ruajnë privatësinë, ashtu siç kanë bërë deri tani. Megjithatë, një gjë është e sigurt, lumturia e tyre tashmë është e vulosur dhe fansat u kanë uruar atyre jetë të gjatë së bashku, duke i mbushur komentet me urime dhe fjalë të mira. Tani, të gjithë presin të shohin nëse do të ketë një ceremoni më të madhe në të ardhmen apo do ta vazhdojnë rrugtimin e tyre në heshtje, ashtu siç e kanë nisur.